Të nërmiq, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha, do të flasim sot për profetët, cili ishte misioni i tyre, cili ishte roli i tyre në shoqëri. Përse ata kanë qenë busulla kryesore orientimit të vlerave dhe të vërtetës, përse Zoti zgjodhi në mesin e njerëzve për tyre orientues, të cilët flisnin me fjalën e Zotit dhe ndërkohë e jetësonin atë me dimensionet njerëzore. Për të folur mbi këtë histori, po dhe këtë vizion dhe këtë botkuptim, mbi jetën, mbi besimin, mbi profetët, do të kemi kënaqësinë që dëgjojmë sot muftiun e qytetit Kavajës, Hoxhën e nderuar Besnik Leçini. Mirë se vini. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Hoxhën, se flasim për profetët, të cilët ashtu siç i njohim dhe ashtu siç i besojmë, janë një varg i madh, po themi njerëzish të zgjedhur nga Zoti për të shërbyer njerëzimit me fjalën, po themi që ata përçonin, po me frymëzimin hynor. Pse ka patur njerëzimi gjithmonë nevojë për profet? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Zotit gjithëmshirshmit dhe mëshirëplotit, falënderimet janë vetëm për të, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të dërguarin ton profetin Muhammed alayhis salam dhe cilin do që e ndjek atë deri në ditën e fundit. Sikurse përmendet, njerëzimi ka nevojë për profet, nga se janë pikërisht ata që bëjnë lidhjen ndërmjet njeriut dhe Zotit ton, krijuesit të gjithësisë. Janë ata të cilët na sjellin mesazhin hyjnor. Dhe sikurse njeriu ka nevojë për ushqim, për pije, ka nevojë të mjekohet, nevoja, domosdoshmëria për mesazhin hyjnor që vjen nëpërmjet profetëve është akoma më e madhe. Nga se profetët ne na njohin me Zotin ton, krijuesin e gjithësisë. Nuk ka rrugë tjetër që ne të njihemi me emrat e Zotit dhe cilësitë e tij të përsosura vetëm nëpërmjet shpalljes hyjnore. Pra njeriu nuk mund ta arrijë këtë përmes, po themi, thjesht meditimit ose mendjes së tij ose ku diun rrugëve të tjera. Është vetëm një rrugë, po thoni. Mendja ka një rol të rëndësishëm, por në lidhje me çështjen në fjalë është e pamundur që të njihemi me emrat e Zotit, me cilësitë e Zotit vetëm nëpërmjet shpalljes hyjnore që na i sjellin profetët. Gjithashtu nuk mund të njihemi me atë çka Zoti ka përgatitur për besimtarët dhe ata që e shoqërojnë besimin e tyre me vepra të mira në ahiret, vetëm nëpërmjet asaj që na kanë lajmëruar pejgamberët, sikurse ndëshkimi për mohuesit, për idhujtarët dhe ata që kundërshtojnë urdhrin e Zotit xhelleshanuhu, nuk mund, pra për xhenetin, xhehenemin, nuk mund të njihemi vetëm se nëpërmjet pejgamberëve. Gjithashtu është i domosdoshëm mesazhi i profetëve, nga se ata ne shërbejnë për vendosjen e provës. Allahu subhanahu wa taala është i drejtë dhe nuk i bën pa drejtësi kërkuj. Janë profetët që e sjellin shpalljen dhe na sjellin argumentin. Dhe Zoti xhelleshanuhu kur na merr në llogari nuk ndeshkon askënd pa ja ardhur argumenti, siç thot në Kur'an, "O ma kunna mu'adhibina hatta nab'ath rasula." Askënd nuk e ndeshkojmë derisa të sjellim atij argumentin. Nëpërmjet pejgamberëve, njeriu njeh qëllimin e ardhjes së tij në këtë botë, qëllimin e jetesës në këtë botë dhe lidhjen ndërmjet vetë krijuesit të jetës. Pra çfarë lidhje ka ai me Zotin? Gjithashtu njihet për mënyrën e adhurimit. Vërtet ne jemi krijuar, pra mënyrën se si të adhurojmë Zotin. Jemi krijuar që të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtë ne na i tregojnë pejgamberët nëpërmjet shpalljes që na kanë sjell. Është vërtet që mendja luan një rol të rëndësishëm në jetën e njeriut. Por jo gjithçka, janë disa gjëra që nuk mund t'i perceptoj, siç është për shembull njohja me të fshehtën, botën e fshehtë. Nuk ka rrugë tjetër që njeriu mund ta perceptojë të fshehtën vetëm nëpërmjet mesazhit hyjnor që ne na vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Ka nga njerëzit të cilët thonë sot koha ka evoluar, njerëzit kanë shkuar në hapësirë, kanë depërtuar në thellësitë e detrave, kanë
zbërthyer atomin e tjerë dhe nuk është më nevoje për profet, sepse truri i njeriut, intelekti i tyre ka avancuar. Mirë po, nëse do të shohim deri ku kanë degraduar këta individë, është me të vërtetë thuajse edhe për të qesh edhe për të qarë. Njëri prej tyre, i cili pretendonte se dhe i bëjnë lavde dhe është themeluesi një shteti të madh në Indi, babai i kombit pretendonte se nuk kemi nevojë për pejgamber dhe është pikërisht truri që shërben si instrument dhe aparat për të zgjedhur çdo gjë. Dhe ai arriti deri aty sa që të adhuronte lopën dhe ta mbronte këtë tezë, duke thonë unë kur e shoh lopën nuk e shoh thjesht si një bakti, por e shoh si Zotin që unë e adhuroj. Dhe këtë ideologji do ta mbroj mjaft. Dhe mbronte duke thonë njeriu lopa i jep qumësh dhe ushqen gjithmonë dhe është më i dashur për mua se sa nëna ime. Pra deri këtu arriti njeriu me trurin e tij me fjalë duke menduar se mund të zgjidh gjithçka, sepse nëna të ushqen pak 2 vjet dhe do t'i bësh hizmet, do t'i shërbesh asaj gjatë gjithë kohës. Nëpërmjet të trurit, pra duke e veçuar atë nga mesazhi hyjnor, kanë arritur që të adhurojnë statuja edhe apo kafshë të tjera që të vjen zor me i përmendur. Shkurtimisht mund të themi që mesazhi hyjnor me trurin është si syri me dritën. Nëse zihet drita e mesazhit hyjnor, atëherë truri qëndron në errësirë, në terr dhe nuk aktivizohet. Sikurse njeriu që shikon, nëse do ta vendosësh në errësirë, nuk arrin të shoh kur gjë. Ama kur shfaqet drita, atëherë ai ja din vlerën shikimit, rëndësinë që ka shikimi. Kështu pra është edhe mesazhi hyjnor. Pra shpallja nuk e refuzon arsyen, nuk e refuzon mendjen, po ndërkohë e shef si aleate që ta orientojë tek shpallja dhe tek revelata hyjnore. Pikërisht kjo është baza. Njeriu nëpërmjet mendjes arrin të dallojë dhe arrin të kuptojë në përgjithësi se drejtësia është diçka e mirë, por çka është e drejtë dhe çka nuk është e drejtë nuk mundet prerëzi ta thotë. Pastaj çka është e drejta është relative, dikush e konsideron të drejtë dhe dikush tjetër jo të drejtë. Ajo çka ne shohim sot, mund të kemi gjëra që mund të jetë e dobishme, mund të jetë dhe e dëmshme. Çfarë me vepru këtu? Mendja ka të vështirë, atëherë është pikërisht mesazhi hyjnor që e qartëson. Kjo është e dobishmja ndaj bëje, kjo është e dëmshmja ndaj distancohu prej saj. Ndërkohë në vargun e profecive ka patur dhe nga ata që kanë qenë profetë të rem, cilët nuk kanë patur cilësitë e duhura. Prandaj është e rëndësishme të dimë se cilat janë cilësitë e profetëve. Pra ne dimë që të gjithë profetët janë një varg, po themi shpalljesh të dërguar nga i njëjti Zot. Po cilat kanë qenë cilësitë e tyre të veçanta? E vërtetë, numri i profetëve është shumë i madh. Në një hadith ka ardhur që ne jemi një armatë e madhe për 124.000 të dërguarish, prej tyre rreth 314 janë pejgamber. Nga cilësitë e pejgamberëve ne mund të themi shkurtimisht se ata janë njerëz të dërguar nga shoqëritë ku Zoti xhaleshanuhu i solli, pra i zgjodhi për me përcjell mesazhin. Thot Allahu në Kur'an, kul inma ana basharun mithlukum. Thuaj, unë jam njeri si ju, më shpallet se nuk ka Zot tjetër përpos Allahu subhanahu wa taala. Pra janë njerëz që flisnin gjuhën e kombit ku ata u dërguan. Gjithashtu kanë qenë burra. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, nuk kemi dërguar para teje të dërguar vetëm se ishin burra. Pyetni të zotërat e dijes për ato gjëra që nuk i dinin. Kanë qenë njerëzit me cilësitë më të mira. Qofshin ato nga ana morale, qofshin ato nga ana fizike. Pra për sa i përket pamjes. Pra kanë qenë njerëz fisnik, po themi në mesin e tyre, nuk kanë qenë njerëz. Edhe që rrjedhin nga familje fisnike, për sa i përket trashëgimisë së tyre, pra për sa i përket gjenezës, pra tyre kanë qenë nga familjet më të mira. Kanë qenë njerëz që Allahu subhanahu wa taala i ruajti nga mëkatet e mëdha. Dhe me përpikmëri e kanë përçuar mesazhin që Allahu subhanahu wa taala u besoi atyre. Kanë qenë njerëz me ndjemprehtë, shumë të shkath.
Nëse do të shohësh disa shembuj që Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an, me të vërtet mahnitesh. Shembulli i Ibrahimit alayhis salam me Nemrudin, i cili Nemrudi ishte mbreti, në kohën e tij pretendonte se ishte mbret. Ibrahimi alayhis salam po i tregon për Zotin e tij, krijuesin e gjithësisë, Allahun fuqiplot. Allahu, Zoti im është ai i cili jep jetë dhe merr jetë. Nemrudi thot, edhe unë jap jetë dhe merr jetë, dhe e vrau dikënd dhe e fali dikënd. Në këtë mënyrë mendoj se edhe kjo është Zoti. Atëherë thot Ibrahimi alayhis salam, shikoni çfarë mendje mprejtësie, çfarë zgjuarësie, thot fa inna Allaha yati bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib. Allahu subhanahu wa taala e sjell diellin nga lindja. Nëse vërtet je Zot siç pretendon, sjell atë nga perëndimi. Pra kanë pas cilësitë më të mira, janë ruheshin nga mëkatet, kanë qenë njerëzit janë sprovuar më së tepërmi, siç thot profeti jon sallallahu alaihi wasallam, njerëzit që sprovohen më së tepërmi janë pejgamberët. Pastaj besimtarët që bëjnë vepra të mira, sprovohen në raport me besimin e tyre, Nga të veçantët e tyre është fakti se Allahu subhanahu wa taala para se ti ndante nga kjo botë, u jepte lirinë me zgjedh, ose të jenë të përhershëm dynja ose të zgjedhin në mirësitë e ahiretit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë haram tokës që ta tres trupin e pejgamberëve. Pra këto janë disa nga cilësitë që Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar pejgamberët kundrejt njerëzve të tjerë. Ndërkohë nga Ademi alayhis salam, njeriu i parë, deri tek Muhamedi alayhis salam, profeti i fundit, të gjithë kanë patur një fjalë të përbashkët, të gjithë kanë patur një credo, po themi e cila ka qenë ndoshta dhe kulmi ose kulminacioni i mesazhit të tyre. Pra lidhja e gjithë secilit me Zotin e tyre. Cila ishte ajo, po themi, kryefjala e të gjithë profetëve? E vërtet, kryefjala e të gjithë pejgamberëve që nuk ka dyshim në të është t'i thrasin shoqëritë ku janë dërguar në njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Të besojnë se nuk ka të adhuruar me drejt veç Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhelle sha'nu në Kur'an, kur na përmend disa prej tyre, o ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayra. Tek populli i Themudit ne dërguam vllain e tyre Salihun alayhi salam dhe i tha, o popullim, adhurojeni Allahun subhanahu wa taala, nga se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përpos tij. O ila adin akhahum Huda qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayra. Tek populli i Adit dërguam vllain e tyre Hudin, i cili u tha, o njerëz, adhurojeni Allahun të vetëm dhe mos i bëni shok atij. Dhe ka thënë i madhi Zot xhelle sha'nuhu, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu tagut. Në çdo popull kemi dërguar pejgamber që të adhurohet Allahu subhanahu wa taala dhe të largohen nga adhurimi i idhujve. Dhe thot gjithashtu në një verset tjetër në Kur'anin e Madhrueshëm, ne nuk kemi dërguar para teje ndonjë të dërguar, vetëm se i kemi shpallur atij se nuk ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut xhelle shanu, ndaj adhurojeni Zotin. Dhe thot profeti jon paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ty, ne të dërguarit e Zotit jemi vëllezër nga baba. Kjo është kuptimi, feja jonë është një, ndërsa ligjet me të cilën erdhëm ndryshojnë. Kjo na e bën të qartë se të gjithë pejgamberët që Allahu subhanahu wa taala i ka dërguar në shoqërinë njerëzore kanë ftuar në njësimin e Allahut subhanahu wa taala të vetëm dhe të pa shok dhe kanë tërhequr vërejtjen nga idhujtaria. Ndërsa për sa i përket dispozitave, pastaj legjislacionet kanë ndryshuar. Janë përshtatur ndoshta me kohën dhe me rrethanat e çdo shoqërie. Po ndërkohë një profet si thua ka qenë i ngjashëm me tjetrin në këtë kryefjalë që të adhurojë vetëm Zotin dhe të largohen nga besytnit. Pra që do thotë që një musliman i beson të gjithë profetët pa asnjë dallim, sepse realisht mes tyre nuk ka dallim. Patjetër. Dhe nuk konsiderohesh musliman nëse i mohon qoftë njëri nga pejgamberët. Ne i besojmë që të gjithë, i duam që të gjithë, i respektojmë që të gjithë, besojmë se disa prej tyre Allahu subhanahu wa taala i ka dalluar nga disa të tjerët, por që të gjithë kanë përcjell mesazhin hyjnor,
misioni kryesor ka qenë ai, ndërsa ndjekim rrugën e vulës së pejgamberëve, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili na solli këto mësime të bukura se duhet i duam dhe të respektojmë që të gjithë të dërguarit e Zotit. Ndërkohë, a kanë qenë këta vetëm mësues të besimit, të zemrës dhe të shpirtit, pra të së brendshmes së njeriut, apo kanë qenë dhe reformator social, ekonomik, pra raport me padrejtësinë, që çdo shoqëri në një farë mënyrë nuk i shpëton dot elementeve të padrejtësisë, qofshin në nivel makro, qofshin në nivel individual. Pra, si kanë reaguar profetët ndaj padrejtësive? Kanë qenë ata dhe njerëz që kanë ngritur zërin dhe kanë reformuar shoqërinë edhe në aspektin e korrupsionit, padrejtësisë, vjedhjes, marrjes hakut tjetrit? Patjetër, misioni kryesor i tyre ishte ai që pra thirrja e njerëzve në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Por njëkohësisht ata kishin një qasje gjithëpërfshirëse, edhe në lidhje me çështjen në fjalë, duke thirrur për drejtësi, duke bërë thirrje për drejtësi. Por nuk u mjaftuan vetëm me këtë. Ata edhe gjykuan me drejtësi. Qëndronin pranë personave që u bëhej zullum, që u bëhej pa drejtësi. Dhe me të gjithë mjetet që kishin, mundoheshin të frenonin zullumqtarët nga padrejtësia që u bënin njerëzve. Mjaftë të përmendim shembullin e profetit alayhi salatu wasalam, ku thotë unsur akhake zaliman aw madhluma, ndihmoje vëllain tënd nëse është duke bërë padrejtësi ose nëse po i bëhet padrejtësi. Kjo ka qenë një moto në kohën e ignorancës që ndihmoje, sido që tjetë ndihmoje, pra tatin ndihmoje. Edhe me drejt e pa drejt. Mirë, po koncepti që solli profeti sallallahu alaihi wasallam e ndryshoi. Çfarë kur e pyetën, o i dërguari i Allahut, nëse po i bëhet padrejtësi, ne ndihmojmë. Por si mund ta ndihmojmë kur ai vetë është duke i bërë padrejtësi dikujt? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, duke e penguar, duke mos e lejuar që t'i bëj padrejtësi njerëzve. Pra kanë qenë njerëzit më të drejtë. Edhe nëse shohim kur gjykonin me mençuria e tyre, saktësia e tyre, me të vërtetë është model. E si të mos jetë e tillë kur ata ishin përcjellës të asaj çka Zoti xhelle xhelaluhu u shpallde atyre. Edhe për sa i përket anës ekonomike, nëse shohim dispozitat fetare, ndihma që u jepet në shtresave nevojë, shpërblimi i madh që jepet për zekatin, për sadakan, shumë gjëra të tjera tregojnë se misioni i tyre nuk ishte vetëm namazi apo agjërimi, por ishte ftesa e njerëzve që ta jetonin jetën ashtu siç Zoti xhelle xhelaluhu e pëlqen dhe ashtu siç është edhe e pranuar për gjithë shoqërinë. Pra mund të themi se kategoria që bën padrejtësi, kategoria e korruptuar, që hyn hak të tjerëve, nuk është në krahun e profetëve së paku në këtë aspekt. Sepse ndonjëherë dikush di që të bashkohej midis, po themi, adhurimit, pra ritualit, po themi agjërimit apo namazit, pra ritualistikës, po dhe zullumit ndaj të tjerëve. Me sa kuptoj, në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam këto dy gjëra kanë qenë të kundërta, të ndara. Patjetër, por ama ne duhet të jemi të kujdesshëm. Ne themi në lidhje se falenderojmë Allahun subhanahu wa taala në shoqëri, veçanërisht gjatë muajit begat të Ramazanit, falemi në xhami me persona që lënë për dëshiruar sjellja e tyre. Shohim se agjërojnë muajin e Ramazanit. Dhe kjo është diçka pozitive. Kjo është mision në cilin kanë thrit pejgamberët. Por ajo çka gjithashtu kanë thrit pejgamberët dhe i ftojmë këtë kategori njerëzish ta aplikojnë është që të heqin dorë nga ato gjëra të ndaluara, sepse kështu na mëson Zoti, kjo është misioni i pejgamberit dhe para nesh është takimi me Zotin xhelle xhanu për cilin ne do të japim llogari. Ndërkohë profetët kanë qenë, po themi, të refuzuar shpesh nga klasat udhëheqëse politike. Çfarë pune prishte
ligjërimi i profetëve, ashtu siç përmend Ibrahimin alayhis salam me Nemrudin, apo dhe shembuj të shumë të tjerë si Musa alayhis salam me faraonin, si vetë profeti Muhammed alayhis salam me parin e Mekës. Pra, cila ishte, po themi, ajo gjë që ishte i prishte punë parisë së vendit kryesisht? Ata mendonin ndër të tjera se ardhja e profetëve mundëson humbjen e privilegjeve, benefiteve që kishin për shkak të sundimit të tyre. Për shkak se ishin pa drejt, sundimi pa drejt. Patjetër. Dhe të cilën e kishin ngritur mbi padrejtësi. Ftesa që bënin profetët në monoteizëm, disa prej tyre ftonin që njerëzit t'i adhuronin për zotra. Pra binte në kundërshtim me pozitën që ato kishin. Ftesa që bënin të dërguarit për barazi në lidhje me shtresat e njerëzve, binte në kundërshtim me atë çka ata vepronin dhe metodën si sundonin në shoqëritë e tyre. Kështu që duke i kundërshtuar pejgamberët, mendonin se jetëgjatësia e pushtetit të tyre është e garantuar. Frika se masa po i beson pejgamberit dhe më pas do të ngrihen kundër pushtetit dhe kundër sundimtarëve, bëri që t'i kundërshtonin. Sikurse ka patur raste, siç ka ndodhur me pejgamberin e egoja, si unë ta braktis fenë të parëve, pra siç ishte me xhaxhajin e profetit sallallahu alaihi wasallam, Abu Talibin, i bëri që ti kundërshtonin pejgamber. Por mbi të gjitha, me fjalë ishte frika se po humbin atë status quo e tyre. Profetët gjithashtu kanë patur dhe mrekulli të ndryshme, me të cilën në një farë mënyrë kanë sfiduar dhe po themi dhe elitën e asaj kohe, ose së paku i ka dhënë një argument i qartë edhe masës. Çfarë roli kanë patur mrekullit në jetën e profetëve? Kanë patur një rol mjaft të rëndësishëm. Kur flasim për mrekullit, kemi parasysh çuditëra, gjëra të jashtëzakonshme që Allahu subhanahu wa taala ja ka mundësuar të dërguarve të tij si mbështetëse për profetësinë e tyre. Pra, mrekullit janë përkrahase të mesazhit hyjnor. Njëkohësisht janë sfiduese për njerëzit. Është e pamundur që dikush nga njerëzit të veprojë diçka nga këto mrekulli që Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi pejgamberëve. Ka patur që në kohën e Ibrahimit alayhis salam, dihet se kur mosbesimtarët e hodhën në zjarr, Allahu subhanahu wa taala e urdhëroi zjarrin që të bëhet i freskët dhe nuk është dëmtuar as pak për Ibrahimin alayhis salam. Mrekullit në kohën e të dërguarit Salihut, kur ja mundsoi Madhi Zot dalin një deveje nga shkëmbi, nga se e kërkuan shoqëria që nëse vërtet dëshiron që ne të besojmë, lutë Zotin tënd na sjell një deve me këto tipare, me këto cilësi, dhe Zoti xhelleshanu ja sjell siç e kërkuan, por përsëri e kundërshtuan. Në kohën e Isës alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala e ndihmoi me mrekulli, siç është kurimi i sëmundjes së lëkurës të verbërve, jo vetëm kaq, por kalonte pranë varrezave, i thriste njerëzit dhe ringjalleshin me lejen e Zotit. Dhe në kohën e Isës alayhis salam, medicina ka qenë mjaft e zhvilluar. Allahu subhanahu wa taala e ndihmoi Isën pikërisht me këtë mrekulli që përshtatej me zhvillimin e medicinës në shoqërinë ku u dërgu. Musa alayhis salam, që ka qenë para Isës, magjia ka qenë shumë e përhapur në popullin e Musait alayhis salam. Allahu xhelleshanu dërgon Musain alayhis salam me mrekullit, siç ishte shkopi që kur hidhej, shkopi Musait alayhis salam kur hidhej shndrohej në gjarë, por jo vetëm kaq, por i hante gjarpëritë e magjistarëve. Apo dora e tij që nxirrej nga gjybeja që kishte veshur dhe shkëlqente, shndriste, derisa sjell Allahu subhanahu wa taala të dërguarin ton profetin Muhammed alayhis salam në shoqëri. Cila ishte mrekullia më e madhe e profetit Muhammed alayhis salam? Po, në shoqërinë mekase, në atë kohë ishte shumë e avancuar poezia, proza. Allahu subhanahu wa taala dërgon profetin Muhammed alayhis salam me Kur'anin famulart, i cili është mrekullia më e madhe e dërguarit. Pra Kur'ani është mrekulli, po thoni. Mrekulli
dhe më e madhja e mrekullive, sepse Allahu subhanahu wa taala I ka sjellë mrekulli të tjera profetit alayhis salam. Por është mrekulli. Është një mrekulli që vazhdon edhe sot e kësaj dite dhe deri në kiamet. Është mrekulli sepse askush nuk mund të sjellë qoftë dhe një verset kuranor të ngjashëm me Kur'anin. Kanë tentuar idhujtarët në kohën e profetit alayhis salam dhe kjo sfidë që ndron deri në kiamet e kanë të pamundur. Jo më të sjellin një Kur'an. Është mrekulli se Allahu subhanahu wa taala thot unë kam zbritur dhe unë do ta ruaj Kur'anin famlart. Por zbulimet shkencore gjatë historisë vetëm se e përkrahin, pra aprovojnë atë çka është thënë në Kur'anin famlart rreth 1440 e sa vite më parë. Padyshim pra që Kurani është mrekullia më e madhe të dërguarit ton, paqja dhe bekimi I Allahut qoftë mbi të. Mrekulli të tjera që Zoti xhaleshon I dha profetit alayhis salam ishte shtimi I ushqimit, ngjitja si për 7 qeve në natën e Isras dhe Mi'rajit, pra udhëtimin në një pjesë të natës nga Mekka për në xhamin e Aksas, pastaj është ngjitur natën kur pra janë bërë obligim 5 kohët e namazit, por shtimi I ushqimit tek profeti alayhi salatu wasalam që kanë parë sahabët I ujit gjithashtu, përgjigja I lutjes më njëherë lutej profeti alayhi salam dhe më njëherë Allahu subhanahu wa taala I përgjigjet lutjes së tij. Këto janë një sër ka qenë dëshmi I qarta të ndihmës së Zotit ndaj tyre. Ndërkohë një element I rëndësishëm në besimin e profetëve është se profeti I fundit ishte Muhamedi alayhis salam dhe mbas tij nuk ka më profetësi. A do të thotë që çdo kush I cili sot pretendon se komunikon me Zotin, se I shpall Zoti diçka, se ka po themi atribute pejgamberësh apo profetësh, do thotë kjo se të gjithë këta janë të rrem dhe nuk ka më profet mbas Muhamedit alayhis salam? Patjetër. Kushdo që pretendon se I vjen shpallja, se është I dërguar, ai është gënjeshtar. Apo dhe komunikon me Zotin, ka njerëz shpesh që po themi thonë komunikojnë me Zotin, shpall Zoti kështu. Revelata hyjnore me ardhin e profetit alayhi salatu wasallam është ndërprej, jo se e themi ne, por e ka thënë Zoti xhalesha në Kur'an kur thotë ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhamedi nuk ka qenë babai asnjërit prej bashkëshortëve tuaja, por ka qenë I dërguari I Allahut dhe vula I mbar pejgamberëve. Profeti Muhammed alayhi salam thotë jam dalluar kundrejt pejgamberëve të tjerë me 6 gjëra dhe përmendën ndërmjet tyre me mu përfundon cikli I pejgamberëve. Pra jam I fundit në renditjen në zinxhirin e pejgamberëve. Sikurse na ka thënë në një hadith tjetër, shembulli im në raport me të dërguarit e mëparshëm është si shembulli I atij që ka ndërtuar një shtëpi. E ka përsosur në mënyrën më të mirë. Njerëzit kur kalojnë mahniten me bukurinë e asaj shtëpie, mirë por në qoshen në një kënd të asaj shtëpie ndodhet një vend bosh, pra mungon një tull. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pikërisht thot unë jam ajo tull në atë shtëpi që e kompleton. Kompletimi dhe përsosja e revelatës. Ama këtu duhet kemi parasysh diçka. Ardhja pra të mos pasurit pejgamber pas të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam nuk do të thotë se njerëzit janë pa mesazh hyjnor. Jo. Kjo ne na lën të kuptojmë se mesazhi hyjnor me të cilin u dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u plotësua, feja u plotësua, gjithçka që I nevojitet njerëzimit në lidhje me shpalljen hyjnore, në lidhje me të jetuarit e jetës, ashtu si çdo Zoti xhaleshanuhu na I ka qartësuar pejgamberi sa. Pra, mesazhi hyjnor I tij është valid, është efektiv edhe në kohët e sotit. A mund të themi se roli I profetëve është një rol, pra ata janë mësues edhe të krizave moderne, pra janë po themi orientues edhe për problemet bashkëkohore, apo ata I përkasin po themi të shkuarës dhe historisë? Askush më mirë se sa të dërguarit nuk I jep zgjidhje kësaj katraure, nëse do ta themi, në cilën ne po shohim dhe po përjetojmë tani në këto kohë moderne. Janë pikërisht mësimet hyjnore që e orientojnë njeriu ta jetojë jetën vërtet si njeri. Ndërsa krizat që ne shohim tani
janë të prekshme, janë të qarta, vinë nga njerëz që janë distancu nga mësimet e Zotit, nga mësimet me të cilat Zoti xhelle xhelaluhu i dërgoi pejgamberët. Në çdo aspekt, çdo lloj krize, çdo lloj problemi nuk e ka gjenezën sepse nuk i referohet mesazhit hyjnor, porse ose i jep vetes autoritetin që kjo është e lejuar, kjo është e ndaluar, pra largohet nga mësimet e Zotit dhe vepron gjëra që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Pra bërimi i krizave është kundërshtimi i urdhave të Zotit. Ju falenderoj shumë për këtë bisedë, për këto argumente që sollët, versetet kuranore, hadithet e profetit që e orientojnë njerëzimin drejt mësimeve të gjithë profetëve. Zoti ju shpërblet. Gjithashtu kënaqësia ishte ime, ju falenderoj për emisionin dhe suksesin punën tuaj. Faleminderit. Pra miq, këto ishin minutat me muftiun e qytetit Kavajës, Hoxhën Besnik Neçini, ku folëm pikërisht për vargun e gjatë profetëve, të cilët përbashkët kanë shpalljen e Zotit dhe adhurimin e tij një të vetëm. Po ndërkohë ata kanë qenë dhe busulla orientuese e gjithë shoqërive për gjithë problematikat e tyre, qofshin këto ekonomike, qofshin këto sociale, qofshin këto shëndetësore. Madje muftiu vuri theksin se pikërisht bota ndodhet sot në ato kriza, cilat janë kriza që dëshmojnë distancën nga mësimet e profetëve dhe veçanërisht profetit Muhammed alayhis salam, i cili vlen për çdo kohë, për çdo vend dhe për çdo shoqëri. Lutim Zotin që në këto kohë shoqëria jonë veçanërisht të orientohet dhe të kthehet tek profeti Muhammed, tek mësimet e tij, tek shëmbulltyra e tij, për të kaluar krizat e jetës së kësaj bote dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit në botën tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen dhe minuta kohësh.